Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala e sonte do të bashkëbisedoj me një vajzë shumë të veçantë. Pse e them të veçantë? Për shkak të profesionit që ajo ka zgjedhur të studioj. To them të drejtën, kur e kam dëgjuar në fillim, kam menduar që është e vetmja që e ka një profesion të tillë në Kosovë, duke qenë se nuk ka fare konkurrencë. Me mua dhe me ju sonte është Rina Dinaj, e cila është në vitin e 3 të doktoraturës në shkencat ushqimore me theks të veçantë në agrikulturën e ushqimit. Nëse jam duke thënë sakt, nëse jo Rina do të më përmirësoj patjetër. E dashur, përshëndetje, mirë se erdhe në studio. Përshëndetje Elvana, faleminderit shumë për ftesën. Fillimisht të përgëzoj për konceptin e këtij podcasti. Është një emision shumë i veçantë, edhe me profile të ndryshme, trajton tema të ndryshme me fokus në fuqizimin e grave, gjë që e bën shumë të veçantë. Shumë faleminderit e dashur, shumë faleminderit. Unë e vlerësoj shumë edhe prezencën tënde sot, sepse thash në hyrjen e emisionit të kemi shumë të veçantë për shkak të profesionit që ke zgjedhur të studiosh, por jo vetëm, edhe për shkak të pozicioneve të ndryshme dhe të rëndësishme që aktualisht i mban në shtetin e Kosovës dhe për kontributin që e ke dhënë ndër vite. Rina, e di që jeni shumë e re në moshë, megjithatë të gjitha hyneshat që kalojnë për këtë emision i rikthej në retrospektiv për të na treguar se si kanë qenë ato kur kanë qenë fëmijë para se të vim tek hapjet e kartave të jetës tënde. Faleminderit. Atëherë, fëmijëria jame është karakterizuar kam qenë si person ma senzitive, më ka karakterizuar ma shumë butësia, edhe kam qenë më protektive në aspektin e familjes, e kujdesshme, karizmatike, muj me thonë, edhe një fëmijë shumë kurreshtar, që gjithmonë e ka pa se sa rëndësishme është jeta edhe se si duhet me ndjek ëndrat. Jam rrit me një frymë, muj me thonë, me plot dashni prej prindëve, një familje e vogël, edhe ajo që më ka karakterizuar, që thash ma herët, është butësia edhe forca që më bojnë edhe ajo që jam unë sot. Rina, e thash që keni zgjidhur një profesion jo fort të zakonshëm në Kosovë, e sidomos për gjinin femrore. Për mua ka qenë të paktën shumë interesant kur e kam dëgjuar fushën e studimit që ti ke bërë edhe punën që e bën. E ke pas këtë dëshirë prej fillimit që ti je sot në këtë profesion, apo ka ndruar me kalimin e kohës? Tregon pak cila ka qenë ëndra e profesionit si fëmijë për Rinën. Me të thonë të drejtën, nuk e kom pas shumë të kristalizuar me idenë se kush do të bëhet Rina kur të rritet. Mirë po gjithmonë në familje jam ndërlidh me shkencën, për shkak se edhe mami edhe babi kanë studiuar shkencën, mami shkencat sociale me natyrën, edhe tu e pa se çka e bën mami, ajo më ka bo që unë me u lidh ma shumë me natyrën edhe gjithçka rreth saj, edhe kafshët, kështu paka shumë mandej me kalimin e kohës jam orientuar tek shkencat e natyrës, mandej kom gjetë këtë drejtim, edhe kom vazhdu me studimet bachelor, cilat më kam përcjell me shumë sfida, me shumë përkushtim që vetëm në aspektin e mësimit me u fokusu, edhe jo ka kjo pjesa jetës studentore, arktim, rutina jeme ka qenë gjithmonë banesë, fakultet, edhe stacioni autobusave, pasi që unë kom ardhur në Prishtinë, me qenë se këtu ka më shumë perspektivë, mundësi. Përndryshe vjen nga Peja. Përndryshe vjen nga Peja, edhe larg familjes. Jom pavarësu ma shumë, ndoshta në aspektin personal, edhe në aspektin financiar, më thonë, kom menaxhu edhe balancu jetën ma mirë. Edhe mandej kom vazhdu me studimet master në zhvillim rural, edhe aty kom përfunduar në Hungari, në Budapest, si bursiste, mandej e kom pa që bota po përballet me sfida të ndryshme, si që ndryshimet klimatike, siguria ushqimore, edhe kom vendos që me vazhdu me këtë fushë, të e pa se muj me kontribu, sidomos në politikë bërje, në projekte, iniciativa të ndryshme që i kontribujnë mirëqenies së qytetarëve të Kosovës, edhe pse jo mos me marrë praktika ndërkombëtare,
që mu mi apliku në vendin teme dhe mi ndihmu njerëzve dhe natyrës se ku I kam rënjët. Natyrisht, Rina, e thash në fillim është profesion jo fort I zakonshëm në Kosovë, aq më tepër jo nga gratë. Kur ke vendosur ta studiosh, aq më tepër kur je kthyer nga Hungaria, nga Budapesti, një vend super I zhvilluar sa I përket kësaj perspektive, ke pas më dyshje se do ta gjesh veten në këtë profesion Kosovë, ke pas vështirësi? Pyetje shumë me vend, me të thonë drejtën, kom ardhë me shumë më dyshje, se të e marrë parasysh që në Kosovë sistemi dhe industria e kësaj fushë nuk janë shumë të zhvillume, edhe pse ka projekte të ndryshme, iniciativa si prej qeverisjes qendrore, si prej partnerëve ndërkombëtar, prap Kosova çalon në këto tema edhe kom has në vështirësi, ka pas momente kur kom apliku në puna të ndryshme si në ato shtetërore, në organizata, ko pas kohe jam refuzu, po mandej me një organizatë ndërkombëtare, siç ka qenë UNFAO, më ka jep mundësia e parë që unë mi apliku njohuritë e mia. Edhe aty, do me thonë, ka qenë shumë sfiduese në fillim, sidomos me sistemin edhe kulturën e punës që unë veç e kisha marrë në Hungari, edhe me mendësinë e të punuarit në Kosovë, pak ka qenë sfiduese ajo pjesë, mirë po edhe nëse muj me cek, jam përballë me ageism në Amerikë, thonë ageism është paragjykime në bazat moshës, edhe më kanë thonë, ti je shumë e re, ke kohë, avancohesh, mëson, edhe kjo pak më ka demotivu tek aspekte në fakt, këtë lloj paragjykimi përballemi të gjitha do të thoja, sidomos gjinia femërore nuk është ndoshta që e ke përballë vetëm ti, po edhe unë, edhe secili prej nesh, ndoshta është koha që këtë lloj paragjykimi vërtet ta thejmë, duke mos u dorëzuar ashtu siç nuk ke bërë ti, në mënyrë që edhe populli të mësohet se edhe gjenerata e re do edhe do t'ja dalë natyrisht në profesionet e veta. Ndërkohë që aktualisht jeni konsulente e jashtme e Ministrisë së Bujqësisë, më saktë e ministrit tashmë në detyrë zotit Peci, sa ka qenë e vështirë ta mbani këtë pozitë për kaq kohë sa jeni në të? Ka qenë, muj me thonë, një sfidë në vete, një shkollë në vete. E rëndësishme është që kur jam angazhu në Ministri të Bujqësisë, jam angazhu në një periudhë kur ka pas projekte të ndryshme, që edhe politikat veç kanë qenë të vendosura në vend, edhe ka qenë shumë më e lehtë me bashkëpunu si me fermer, si me partner ndërkombëtar, edhe në aspektin personal, përvoja ime atë është e jashtëzakonshme, me një staf të jashtëzakonshëm dhe një shkollë në vete, se si duhet me punu me një lloj politike në shoqëri edhe me partner të Çka veçan nga puna në Ministrinë e Bujqësisë, duke qenë se është dikaster, po them, shumë I veçantë. Çka veçan prej kësaj pune? Si është punosh me zhvillimin rural dhe me bujqësinë në Kosovë? Një vajzë e re si ti. Është shumë dinamike, po ajo çka e bën më interesant është komunikimi me fermerin, I cili preket në fush vetë me problematikat, edhe komunikimi me fermerin është ajo që e bën, do me thonë, gjithçka ma interesant, edhe kur e sheh që me punën tënde po I kontribon direkt bukës sofrës së dikujt, atëherë ajo është një ndjesi pak ma e veçantë, edhe kjo është gjithçka që e karakterizon, do me thonë, aspektin e përmbusjes. Në rast të formimit të qeverisë së re, do vazhdoni të ngeleni në këtë pozitë, apo është për aq sa ka mandat ministri? Pozita ime është me një projekt ndërkombëtar, është për qeverisë gjermane, edhe projektet gjithmonë janë periodike, do me thonë nuk janë të përhershme, edhe në momentin kur përfundon projekti, përfundon edhe angazhimi im, po kjo s'do të thotë që unë mos të vazhdoj edhe me projekte tjera në Ministrinë e Bujqësisë, aty kam tash kolegë të ndryshëm, nga departamente të ndryshme, edhe veç jam fut në këtë industri, kështu që po besoj që rrugët kam I pas të hapura. Natyrisht. Mirë, Rina, do të njohim edhe më shumë
në pjesën e dytë dhe të tretë të emisionit përmes hapjes së kartave të jetës tënde, ku do të flasim pak për personalitetin e brendshëm të Rinës, përtej asaj që ne e njohim në publik dhe me punën tënde, sigurisht përtej studimeve keni marrë pjesë edhe në shumë aktivitete të ndryshme, qofshin rinore, qofshin ato humanitare, për cilat ti do të na flasësh me njëherë pas pikës muzikore. Të dashur dëgjues, është koha që këtë emision ta nisim me një pikë muzikore për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga valët Radio Kosovës, sepse pas pak Rina Dinaj do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Jemi rikthyer sërish në studio, po ju shoqëron emisioni Hynesha, me ju jam unë Elvana Shala, e sonte përballë kam Rina Dinaj, vajzën e re dhe shumë të suksesshme në profesionin e saj të industrisë ushqimore, një gjë shumë e rrallë në Kosovë, por që kjo ja ka dalë jashtëzakonisht mirë dhe që aktualisht është konsulente e jashtme e ministrit në detyrë të bujqësisë, zoti Peci dhe kabinetit të tij. Ajo tani do të bëjë hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva, e dashura e gati. Gati. Zgjidhe një kartë nga e kaluara, në fillim, në mes, në fund, ku të duash. E zgjedh dhe ma jep mua. Po e filloj Me të parën, a? me të parën. Hajde. Rina, jepni një shembull të një situate në të cilën ju do të donit të ishit sjell ose ndier ndryshe. Në të kaluarën tënde, sigurisht edhe nga puna në ministri, por jo vetëm, keni kaluar në për situata të ndryshme, e thatë pak më herët shumë sfiduese. Ka një situatë veçantë që ti e ke në mendje që tash kur e kujton nga e kaluara do doje të ishe sjell ndryshe? Atëre kom pas, dhe më thonë, situata me cilat jom ndjeju edhe aq mirë, që përmenda është që kom përdori inteligjencën emocionale, edhe ajo ka qenë në Agjencinë e Kombeve të Bashkuara, ku jam përballë me disa çështje me menaxhmentin atë, për shkak se ajo se çfarë kam bë unë është se nuk e kom bë balancin punë edhe jetë, edhe kom vazhdu veç punë, gjë që më ka dëmtu edhe ka afektu edhe shëndetin mendor, emocional, edhe në situata të tilla, nëse ato do të përsëriteshin, unë nuk do të kisha vepru njëjtë. Mirëqenia jam është diçka shumë e rëndësishme, edhe atëherë që do të thot, prej ati rasti, Rina i kushton më shumë rëndësi aspektit emocional, apo? Prej ati rasti, në kushtoj shumë rëndësi, do me thonë, pjesës së motivimit për punë, balancit, punë edhe jetë, mirëqenjes sime, stilit të jetës që unë e bëj, do me thonë, tash e bëj një ndarje shumë të mirë të kohës, një disiplinë me orar, me minutazh në secilin aktivitet timin, se nuk është gjithçka vetëm puna. E vërtet. Edhe jo gjithçka çdo herë ka një deadline. Është ajo që unë ja caktoj vetës. Është më shumë duhet të jetoj momentin. Kjo është ajo se çka kom mësu, domethënë me ditë me bo balancin natyrisht. Mirë, çka thotë tashmja në këtë pikë? Zgjidhe një kartë nga e kuqja. Okej. Shkoj pak më thellë. Ka mesi, ë? Po. Okay. Hajde. Ekzistojnë 2 mekanizma në psikik. Njëra lidhet me aftësinë për t'u treguar të tjerëve emocionet tona, dhe tjetra është aftësia jonë për t'i dëgjuar të tjerët të përballojnë emocionet tona. Cili mekanizëm është më dominues në rastin tuaj? Rina, po të lidhen kartat, sepse deri tash fole për sigurinë e aspektit emocional dhe përvojën që ke pas në të kaluarën. Tani në këtë rast, cila është Rina? Person që shprehet më shumë tek të tjerët apo që i dëgjon të tjerët? Rina si natyrë është ma ekspresive, pra unë i shprehi ndjenjat, nuk i mbaj ato mrenda. Jam një person që me kalimin e kohës se kam kuptu që nuk duhet me pas shumë pritshmëri prej njerëzit, pritshmëri të tepërta që u lidhshin me ato se çka mund të bëj unë për tjetrin, ato tash veç nuk i kam, edhe kam një jetë më thonë pak ma të qetë. Edhe zakonisht kjo jam unë jam pak ma ekspresive, shprehna, ma e lirë, por të tjetrin, të me thonë rastet kur unë përballem me ndonjë padrejtësi, unë gjithmonë jam karma tim, që ja besoj dhe me thonë karmës, ajo se çfarë bën ti merr në këmbim, edhe
Vetëm zgjedh distancën, heshtjen, kjo jam unë, po si personalitet Se jam ka pak ardhur Rina në këtë pikë, je zhgënjur nga njerëzit me qenë se i ke ul pritshmëritë? Pa dyshim që njëtë zhgënjehemi gjithë prej situatave të ndryshme, njerëzve, edhe me mësimet që i kom marrë nga e kaluara, kom marrë në këtë përfundim që pritshmëritë nuk të bëjnë mirë. Nuk është mirë me i pas të larta. Po, nuk është mirë me i pas të larta edhe do me thonë overthinking, me mendu shumë, me i analizu shumë gjanat, nuk është ta që e shëndetshme, kështu që kjo. Ke gjetë një lloj balanci. Një lloj balanci emocional. Mirë, s'ka thëtë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund. Rina shpejt ja mori dorën kartave. Ani pse kishte më dyshje në fillim. Rina, në lidhje me 2 kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, cili është hapi i parë që do të ndërmerrni për ta arritur këtë qëllim. Në një të ardhme të afërt, sigurisht edhe i takon moshës shumë të re, ke qëllime të vazhdueshme për të arritur në jetë, por cili është një që mund ta ndash me ne dhe cili është hapi i parë që do të ndërmarrësh për të arritur atë qëllim. Atëherë aspirata, të ambicia është të vazhdoj, të me thonë me doktoratën, edhe ti është një rrugë shumë e gjatë. Tash veç se jom fut në shkencë, du me qu deri në fund këto, edhe me ju fut akademisë, botës akademike, me i kontribu rritjes edhe zhvillimit të studentëve në fushat në disciplinat, multidisciplinat, si që janë agropulltaria edhe shkencat ushqimore, se mendoj që shoqëria jonë ka një mungesë të njohurive, të vetdijes, se me çka do të përballemi, edhe natyra me çka do të përballet, krejt çka na rrethon, mendoj që kjo do të jetë ajo se çka unë e shoh veten që do të kontriboj në projekte të ndryshme, gjithmonë në të mirën. Rina, një pyetje të fundit në këtë pjesë të parë, si eksperte e kësaj fushë, si e sheh natyrën e Kosovës, Rina? Po më intereson prej spektrit tënd vizionar. Atëherë natyrën e Kosovës me qenë se veç e përmendëm ma herët, unë e vi prej Pejes, ku veç nëse hec rrugës edhe e kthen kryt prej një qoshi në qosh tjetër, jemi të rrethuar me male. Edhe natyra e Kosovës është shumë e bukur, rreth mbi 45% sipërfaqes së territorit Kosovës se kemi të mbuluar me pyje. Kemi pjesë shumë të bukura, kemi pasuri në biodiversitet. Apo dim me i shfrytzu, apo dim me i rujt? Apo nuk kemi fort njohuri mbi rëndësinë e asaj që e posedojmë? Fatkeqësisht nuk jemi shumë të natyrëdashës, muj me thonë si popull. Kemi shumë potencial, shumë mundësi zhvillimi, mirë po duhet ma shumë vëmendje mi kushtu edhe ma shumë e pas aktivitete në natyrë, një ndërlidhje e njerëzve me natyrën me qenë ma shumë, kështu potenciali që kemi ne është i jashtëzakonshëm, thjesht duhet me shfrytzu. Por ka persona, unë veç po e shoh që ka fillu me sidomos gjeneratat e reja, kam fillu me pa rëndësinë e natyrës, se si ndikon ajo në shëndetin tonë, si mendore ashtu edhe fizike, edhe kanë kriju një farë lifestyle që po i lidh me natyrën, që duhet me i kushtu ma shumë kujdes, po shoh grupe të ndryshme që bojnë hiking, po shoh ecje të ndryshme në natyrë, ciklizëm. Edhe ky fakt më bën me undi mirë. E ka Rina këtë stil të jetesës në agjendën e saj? A më pak? Unë me shumë dëshirë, mirë po angazhimet e mia akademike dhe në punë ma pamundsojnë ndoshta 100% me jap te kjo. Mirë po në vikendet i shfrytëzoj gjithmonë sidomos në parkun e qytetit edhe në bjeshtë e Nemuna që ne si qytet i posedojmë edhe me kalu kohë aty, sado pak një ajër, një freski gjithmonë e marr prej asaj se çfarë rrethohemi ne pej, por nuk është e kënaqshme, kështu që duhet me natyrisht. Mirë, Rina shpejt kaloi raundi i parë i hapjes së kartave, tregom si po ndihesh në këtë pjesë. Mirë shumë, po më bën me reflektu ma shumë në veten edhe pak interesant, ma emocionale po më bën me undi, kështu që...
Do të sfidojmë ende më shumë, sepse i ke edhe 2 raunde të tjera të hapjes së kartave dhe bashkë do të lundrojmë në për perspektiva të ndryshme të jetës tënde. Gjithsesi, për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, është koha që sërish këtë emision ta vazhdojmë me një pikë muzikore, ndërkohë që rikthehemi vetëm pas pak me raundin e dytë dhe hyneshën time për sonte Rina Dinaj. Jemi sërish bashkë në emisionin Hynesha, ku përballë me sonte është Rina Dinaj dhe tani është gati për të bërë hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva në raundin e dytë. Zgjedhni një kartë nga e kaluara. Tash me të mesit, Rina. Po tash po shpendroj pak. Çka e ka nxitur këtë reagim? Shumë është interesante se ç'po të lidhen kartat me perspektivat e bisedës së parë, të pjesës së parë. Në të kaluarën tënde, sigurisht ke pasur reagime të ndryshme, shpeshherë të mira, shpeshherë negative, në varësi të situatave, përmende që ke pas sfida të ndryshme në jetë për shkak të studimeve, të punës, në një moshë shumë të re, një reagim që e ke bërë dhe që të ka ngel në mendje, çka e ka nxit? Se janë disa reagime që zakonisht edhe pse kalojnë, gjithmonë na ngelin në mendje, janë disa situata që si harrojmë dot. Çka ka qenë një situatë ose një reagim që ta ka nxit në masë të madhe? Atëherë, që e the, po ndërlidhen pyetjet me njëra tjetrën, unë veç e përmenda problematikën që e kom pas me organizatën në cilën kom punu, me menaxhmentin aty, edhe reagimi, të me thonë, hapi që e kom ndërmarrë, që me dalë prej asaj lufte, nëse muj me thonë, që kom pas me vetën edhe me të tjerët, është që unë e kom mbyll atë kapitull, edhe të reagimi muj me cek momentin kur unë jom ull me shkru letrën e dorëheqjes, ka qenë një moment shumë i rëndë, shumë, sidomos me qenë se ka qenë puna e parë edhe zhvillimi, muj me thonë, imi parë në aspektin profesional, ajo më ka bo pak me undi jo edhe aq mirë, por si reagim edhe si veprim, si vendim, muj me thonë që ka qenë i duhuri, pasi që me njëherë mbas atij veprimi, unë e kam gjetë veten shumë mirë në Ministrinë e Bujqësisë, edhe krejt ato mësime, lessons learned që thojnë Amerikanët që i kam marrë në FAO, i kam shfrytzu këto edhe kam kalu shumë shërby për të mirë. Mirë, sot nëse do të riktheheshe në të njëjtën situatë, do të ndryshoje diçka? Ka mbetur diçka peng? Jo, gjitha këto i kanë kontribu rritjes time profesionale, personale, kështu që nuk as pika as presje që thot populli nuk e kisha ndru në reagimin edhe veprimin tim. Edhe gjithmonë kështu e kam zakon, nuk thehem mbrapa. Tu doja dilja, je konsistente? Jam shumë konsistente. Në fakt, para se me i marrë vendimet ose para se me vepru, kjo pjesë nuk pëlqen të vetja, se jam kërkoj validim prej të tjerve. Do me thonë gjithmonë kërkoj konfirmime. Prej kujt më saktë? E kërkon konfirmimin. Kusho personi i parë që e pyet për validim, siç po e qua? Personi i parë që është prindi, në këtë rast babi, me qenë se lidhja jeme me 2 prindrit është një lidhje normal, si gjithë që kemi e veçantë, mirë po me babin e kam pak ma ndryshe, kështu që personi i parë që unë e kontaktoj është babi. Pastaj normalisht. Ke pasur raste që vendimet e rëndësishme të jetës i ke marrë edhe vetë, pa marrë validim prej tjetër kujt? Apo s'kem rriende në atë pikë? Deri në këtë fazë, gjithmonë kom marrë konfirmime prej partnerit edhe familjes, edhe po besoj që jam maturu mjaftu shumë që vendimet e tjera me i marrë vetë, mirë po se di, jam pak konfuze te kjo pjesa, ndoshta gjithsesi jeta ndryshon. Diskutu të pakten, nuk ka me mujtë. Mirë, çka thotë tashmja në këtë pikë, ani pse jeta ndryshon, sot mund të jesh kështu, po nesër mund të vish te pika që të marrësh të gjitha vendimet vetë. Zhvlerësimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin krijohet një opinion tepër negativ për veten, të tjerët ose rrethanat, siç është besimi, gota është gjithmonë gjysmëbosh. Kur dhe si përjetoni zhvlerësimin si mekanizëm mbrojtës, jepe një shembull. A ke përjetuar zhvlerësim në jetën tënde?
në periudha të ndryshme? Muj me thonë që po, me qenë se si e rinë mosh edhe tek çështja e vetbesimit, sidomos në punë, ka pas momente kur nuk jam ndihshëm me vetbesim, por gjithmonë kom punu tek kjo pjesë me veten. Mirë po, tash që shtojnë Amerikanët, fjala love ka kuptime të ndryshme. Po. Edhe një ndër to është words of affirmation, fjalët e afirmimit. Unë jam si person që gjithmonë mbahem me fjala afirmimi, si nga shoqëria, si nga familja, edhe ato më kanë ndihmu që pjesën e zhvlerësimit për veten Me të i kalu ma letë. Me të i kalu ma letë, edhe një reminder për vlerat e mia është ajo që më ka bo, domethënë me u largu prej kësaj. Po jam përballë, muj me thonë prap, nga njëherë kam në disa momente kur nuk ndihem shumë mirë edhe zhvlerësoj veten, po kam fillu me mendu që gjithçka që bëj sot, nëse më bën me u ndi që nuk jam mjaftueshëm, veç e mendoj që krejto janë privilegj, domethënë të shkuarit në punë është privilegj, të shkuarit në universitet është privilegj, se për gjitha këto unë kam ëndru, kështu që mes me qenë se në këtë formë e rikthen veten në jetë dhe atëherë kur zhvlerësohesh. Mirë, ka ndodhur që Rina të kërkoj edhe ndihmë profesionale në këtë pikë? Po patjetër, me qenë se profesioni jemi takon më shumë gjinisë mashkullore, edhe personave me një moshë më të shtyer, fatmirësisht kom pas të bashkëpunoj me persona që kanë përvojë mbi 20 vjeçare në fushën time, edhe një plus tjetër ka qenë që edhe mami i përket domethënë kësaj fushë, jo specifikisht mirë po natyrës, edhe aspekti social, kështu që kom pas nevojë shumë për ndihmë profesionale, edhe një kombinim ka qenë shumë i mirë i ideve pak ma inovative, nëse muj me thonë, edhe atyre ideve që ka kanë... gjithë mbështetje brenda Ministrisë së Bujqësisë Rina për idetë e saj dhe inovacionet e saj, duke qenë se jemi dëshmitar të faktit që në institucionet tona kryesisht është mosha e mesme ose e shtyer. Ka pak të rinj që punojnë sidomos në profesionin tënd. Sa e ke gjetë mbështetjen prej zyrtarëve të ministrisë, jo vetëm prej ministrit, në këtë rast për idetë e tua të inovacionit në këtë fushë të caktuar? Pyetje shumë e vend. Kur kom kontribu në detyra të ndryshme në kabinet, fatmirësisht jam stafi ka qenë prej një moshë së re, stafi në kabinetin e ministrit, edhe bashkëpunimi me ta ka qenë gjithmonë ma i lehtë, edhe idetë janë qenë të akseptueshme. Pavarësisht që në disa situata ideja nuk është përfill me realitetin, kështu që realitetin në Kosovë edhe nuk kanë qenë të adaptueshme, nëse muj me thonë, mirë po me zyrtarët në ministri që veç e përmende, me zyrtarët është pak ma e vështirë, të me thonë përballja edhe diskutimi për ideja të ndryshme, nuk ka qenë e lehtë edhe nuk është e lehtë, me një mendësi tjetër dhe... Pse ndodh kjo? Pse ndodh ky lloj mos bashkëpunimi ta quaj? Është për shkak të diferencës në moshë, s'po du me thonë ndoshta besimit të partive politike, se s'po du me polarizu këtë pjesë, por pse mendon se ndodh kjo? Ka faktor të ndryshëm, po mendoj veç do me thonë ndryshim gjeneratash, kjo është ajo edhe avancimi në teknologji, kemi AI, kemi iniciativa të ndryshme, cilat mundet të duken shumë kështu ide në ajër, nëse me thonë për gjeneratat e vjetra, për ne që janë shumë të avancuara, po mandej këtu lind, do me thonë ai konflikte që në mos përputhje të ideve qartë. Mirë, çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund?
Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, për çfarë duhet të shpenzoni më pak kohë për të arritur atë. Është e kundërta e kartës së raundit të parë, cili është një qëllim që ti e ke, jashtë atij ndoshta profesional që e përmendëm, për cilin të duhet shumë pak kohë për të shpenzuar dhe për të arritur. Atëherë pjesa e përkushtimit do me ma shumë tek shëndeti fizik, edhe dalja në natyrë, po mendoj që me një disiplinë, cilën mendoj që veç e kom ndërtu, po Të duhet edhe pak. më duhet edhe pak ma shumë fokus, që me u përkushtu ma shumë tek pjesa e shëndetit fizik, edhe pse unë ushtroj pilates, është një sport kështu body mind sport që quhet. Kjo po më ndihmon shumë, mirë po sportet edhe pak ma violente, ndoshta nëse muj me thonë siç është fitnessi apo vrapimi, janë ma të nevojshme që me pas një shëndet fizik pak ma të mirë. Mirë, si qëndron me pjesën e artit Rina, karshi krejt angazhimeve të saj, më konkretisht me muzikën. Atëherë, po më kthen shumë pas në kohë, me qenë se në shkollën fillore, unë krahas, do me thonë shkollës fillore, unë kom qenë edhe në shkollë të muzikës, edhe kom qenë pjesë aktive, do me thonë në korin e shkollës, në shfaqje të ndryshme teatrale, iniciativa të ndryshme që kanë pas të bëj me muzikën. Edhe nëse muj me qujtë, muzika është një talent i fshehur ndoshta te unë, në orët muzikore që jemi pas si në gjimnaz, ashtu edhe në shkollë fillore, ka pas momente kur unë kom dalë dhe kom performu para klasë. Pse nuk e vazhdove këtë lloj talenti të fshehur, siç po e thua? Pse u ndërprej në gjysmë për Rina? Apo thjesht nuk shihje perspektivë të vazhdosh në këtë profesion? Nuk shihja perspektivë, nuk isha bagazh familjar, nëse muj me thonë, edhe për krahje familjare dhe të rrethit në këtë temë, edhe vazhdova me shkencën, mirë po ajo është një pjesë e imja që... Mirë, në këtë pikë sa ka kohë të dëgjoj muzikë, sa je e lidhur në këtë pjesë me muzikën? Unë jam shumë e lidhur me muzikën, zgjohem me të dhe përfundoj me të, zgjohem me muzikë pak ma motivuese, edhe përfundoj me ato ma atleta, Varsisht prej situatës, po në vetur gjithashtu gjithmonë, do me thonë, gjatë ditës nuk ndodh që në mos me ndëgju muzikë. Edhe sidomos në momentet kur kam shumë stres, po e përmendi një rast tash kom pas një konferencë ndërkombëtare që ka qenë shumë stresuese, edhe para se me hy në sallë për me prezantu, unë kom qenë, do me thonë, duke dalë nga vetura, edhe në vetur jom ndalë, edhe veç që kom rritë zonin e muzikës, edhe kom këndu me zë shumë të lartë, edhe ajo më ka bo që me një farforme me i liru ato emocionet, edhe që të praktik, ja u kësha rekomandu krejta atyne që... Strategji dhe praktik është zakonisht e mirë, Rina, unë të përgëzoj për këtë, dhe ju pashkas ta bëra krejt këtë pyetje, sepse në këtë pikë të emisionit unë zakonisht i pys hyrneshat se çka dëshirojnë të dëgjojnë në valët tona, kështu që cila do të ishte një pikë muzikore që ne mund ta plotësojmë vetëm për ty sonte. Atëherë, me qenë se veç fola për performanca që i kom pas në gjimnaz, kisha pas shumë dëshirë me ndëgju Mariza Ikonomin, Piano vjetër, me qenë se është një këngë që unë e vazhdimisht sigurisht e ke performu në atë kom performu edhe tash kur jam vetëm mirë, po besoj që ta sjell një nostalgji shumë të mirë të asaj kohe Rina. Unë do të los deskun e muzikës që dëgjojmë Mariza Ikonomin dhe këngën e saj Piano e vjetër, ndërkohë që rikthehemi vetëm pas pak me raundin e tretë dhe të fundit të hapjes së kartave të Rina Dinajt. Kemi dëgjuar kështu bashkë Mariza Ikonomin dhe superhitin e saj Piano e vjetër për dëshirën e hyneshës sime për sonte, e cila në prapaskenë na premtoi se në fund të këtij edicioni do të performoj një pjesë të kësaj këngë, sepse e ka performuar siç e tha edhe vet kur ka qenë në shkollë fillore, kështu që do të kemi nderin ta dëgjojmë edhe ne këtu sonte në mbyllje të këtij edicioni. Tash është koha për hapjen e kartave të raundit të tretë, a je gati? Gati. Zgjidhe një kartë nga e kaluara. Okay.
A jeni ndjerë ndonjëherë krenare për përdorimin e racionalizmit? Kam përshtypjen që je shumë racionale si person. Jam racionale edhe gjithmonë mundohem që me I mbath këpucët e tjetrit, edhe me bashkëndjej ato se me çka përballet personi tjetër, edhe gjithmonë e mendoj kështu ma racionalisht në situata të ndryshme. Kështu muj me thonë po, jam një person që I kuptoj të tjerët, pavarësisht ta kanë të drejta apo jo, gjithmonë mbrapa çdo veprimi është një arsye, edhe është diçka që I shtyn me bo ato, të afektuar ndoshta nga situatat personale me cilat përballen ata, po mundona gjithmonë me arsyetu. Mirë po, nuk jam një person pasiv-agresiv, kështu gjithmonë mundona me I qartësu situatat me tjetrin. Nuk lejoj që me pas pikpyetje në mendjen time për sjelljen e tjetrit ndaj meje apo e kundërta. Kështu edhe kjo ndoshta futet te kjo pjesa e racionalizmit që mundona me kon sa ma e qartë, me I kuptu të tjerët me ato se çka përballen, jo me paragjyku, sidomos tash në kohën cilën po jetoj me dinamikën e jetës, gjanat janë pak ma të vështira, kështu që duhemi me u tregu ma të qetë, ma racionale dhe me I kuptu të tjerët. Natyrisht Rina përgjatë mes rreshtave kur po m'flet, po m'vjen natyrshëm me ta ba një pyetje si qëndron me vetbesimin e saj. Me vetbesimin, për momentin qëndroj mirë, me qenë se kom punu me vetën këtë aspekt. Kom përdor praktika të ndryshme psikologjike që më kanë bo me arrit deri në këtë pikë. Ndoshta një praktikë që do të thotë prapa ke pasur s'po du me thamë probleme, por më dyshje në vetbesimin tënd si grua, si famër, si vajzë. Po besoj që gjitha gratë edhe vajzat përballen në pjesë të ndryshme të jetës, në faza të ndryshme përballen me mungesën e vetbesimit ose luhatje të ndryshme emocionale. Për të gjitha ato që janë duke u përballur aktualisht, cila është strategjia e Rinës që e ka përdorur për të arritur këtë vetbesim që e ka sot? Strategjia edhe praktika që unë e kom bo është kom marrë fotografi të vetës kur kom qenë e vogël edhe kom vendos para pasqyras. Është pak e thellë, është pak deep, është shumë psikologjike, mirë po mund ka ndihmu në këtë rast, që ndoshta edhe kush e ndëgjon emisionin mundet me gjetë vetën. Unë gjithmonë kom bisedu me Rinën e vogël para pasqyres, duke u bo gati për punë, për aktivitetet e ditës. Edhe gjithmonë e kom mendu se ajo se çfarë po ndjej unë, çfarë ndjeja unë aktualisht, a kisha pas dëshirë që me ndjej ai personi që kom pas përballë, pra Rina e vogël, edhe asesi nuk kisha dashur dikush tjetër me u ndi qashtu me pa duke qajt ose me pa duke mos u ndi mirë me veten. Edhe ko pas ko edhe I kom thonë se ja kush je sot, kush ke qenë edhe kush je ba, kështu që për sa kohë e ke praktiku? E kom praktiku do me thonë mas shumë në periudën e masterit, kur kom shku për herë të parë në studiun jashtë Kosovës, jom përballë me mungesën e familjes, me sfida të ndryshme të jetuarit vetëm në një shtet tjetër. Shoqëria ka qenë prej vendeve të ndryshme të Evropës, ma të avancuar në aspekte të ndryshme, sidomos në ato profesionale, edhe kjo ajo periudhë ka qenë pak ma e vështirë, edhe kjo ka qenë periudha kur unë e kom përdorur, domethënë këtë lloj të strategjisë. Ka pas edhe fjalime motivuese që kom dëgju, podcast të ndryshëm në Spotify që kam bu me u ndi ma mirë, kom punu shumë me veten në këtë pikë. Rina, faleminderit që ndave këtë strategji dhe këtë përvojë të jetës tënde personale me ty. Jo pashkas natyrisht hym më thellë në këtë temë duke ditur faktin që po jetojmë aktualisht në një ambient toksik, do të thoja, dhe shumica e shoqërisë tonë, sidomos gratë dhe vajzat e reja, janë duke u përballur me çështjen e vetbesimit dhe janë duke u përballur sigurisht me situata të ndryshme
jo të këndshme në aspektin emocional dhe ne mundohemi maksimalisht që të shfrytëzojmë hapësirën e këtij emisioni për të dhënë edhe këshilla dhe sugjerime të tilla, kështu që faleminderit që ndodhe hap tazi me ne edhe këtë përvojë. Faleminderit që ma dhe mundësinë, edhe shpresoj që kam i shërby vajzave, grave, me çka do qeni të ku përballë. Ajo do të kaloj, kur gjo nuk është e përhershme, gjithçka në këtë jetë është e përkohshme, kështu që veç duhet me punu edhe me besu në vetë. Natyrisht. Çka thotë tashme në këtë pikë, zgjidhe një kartë. Ka kohë të gjatë që nuk më ka ndodhur me u lidh kartat me personalitetin e personit që e kam përballë. Kur jemi të mërzitur ndonjëherë nën A, drejt njerëzve, ne flasim me ta, kërkojmë ndihmën e tyre dhe presim mbështetjen e tyre. Nën B, shkojmë kundër të tjerëve, i konsiderojmë ata fajtor, grindemi me ta dhe futemi në konflikte. Dhe nën C, largohemi nga njerëzit, izolohemi dhe problemin e zgjidhim vetë. Cila nga këto ju ndihmon më shumë të qetësoheni dhe si ju ndihmon. Mund të edhe një herë me i pa, cila është Rina në këtë rast. Atëhere, po ndërlidhen shumë në para dhe e fundit, që përmend ajo janë person ma ekspresiv, e shpreh ndjenjat, dhe po besoj që tek pjesa e diskutimit me të tjerët, kur jam e mërzitur, pjesa e kërkimit të mbështetjes, do me thonë kjo është ajo se çka e bëjën kur ndihem e mërzitur, ose kur kam ato periudhat e vështira në jetë, edhe pas kësaj bisedës me personat e zemrës, e zgjedhjes të fundit, largohem prej tyre, më duhet një moment me qëndru vetëm, edhe të bëj një analizë thellë gjithë asaj se çfarë po ndjej, edhe çfarë po ndodh realisht, bisedave që i pata. Pra vetëm e para nuk është Rina, nuk ngrindet me njerëzit. Jo. Dhe mendoj që duhet shkon drejt tyre më shumë për të diskutuar. Yes, po. Mirë, çka thotë ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? Jemi drejt minutave të fundit. Është pak a shumë e njëjtë me dy pyetjet paraprake, më fal, të së ardhmës që i përmendëm në dy raundet e para, dhe të propozoja që ta ndrojmë një tjetër. Okay. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Të gjithë kemi forcë të brendshme tek e cila mbështetemi gjatë gjithë jetës. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni dhe renditni pikat tuaja pozitive që do t'ju ndihmojnë ta arrini atë qëllim. Për të mos u ndalur tek një qëllim i caktuar, cilat janë pikat më pozitive të Rinës që e ndihmojnë zakonisht t'i arrijë qëllimet dhe synimet e saj në jetë? Përmendi 3 prej tyre. E para është besime. Mendoj që çdo farë që e mbjelli, punoj shumë për të edhe ajo rritet. Tjetra është marrja e rreziqeve, jam të mençura. Jam person që dal prej komfort zonës edhe i futem rreziqeve, edhe kjo më bën që me arrit atë qëllimin që ja vu vetes, domethënë nuk frigohem as pak. Edhe tjetra është e fundit, është ndoshta pozitiviteti, që gjithmonë mendoj se ka me kon një përfundim i mirë i asaj se çfarë kam nisë. E përmende që del jashtë komfort zonës, je person rrezikant, do të quaja. Cila është një situatë në cilën ti ke rreziku dhe ja ke dalë, që mundesh me nda me neve? Situata në cilën kam rreziku edhe ja kom dalë, ka situata të ndryshme. Ndoshta prapë lidhi me aspektin profesional, marrja e vendimit që me shku me studiu në një vend, me marrë një valixhe dhe me u largu prej Kosovës krejt e vetme, ka qenë një, nëse muj me thoni, rrezik që unë kam u përballë me sfida të ndryshme, po këtu po besoj që ja kom dalë edhe ajo më ka ndihmu shumë që unë me u bo kjo që jam sot.
Mirë, jashtëzakonisht e guximshme, e bukur në të njëjtën kohë dhe me synime të qarta rreth asaj se ku ke dashur të arrish në jetë, të paktën deri në këtë moment që po flasim. Rina, ka që ishte minutazhi hapjes së kartave të jetës tënde, tash që jemi krejt drejt fundit. Tregom cili është reflektimi yt mbi të trija perspektivat e jetës tënde. Atëherë me gjitha kartat që i hapa deri tash dhe ajo se çka bisedum, m'bën shumë u kthy prapa në kohë, ishin shumë të thella, shumë të nevojshme, shumë psikologjike, edhe m'bën me reflektu që në një fazë cilën jam tash, aktualisht, është stabile, si emocionalisht, profesionalisht, edhe po besoj që me krejt këtu, me qka jam përballë, veç me vazhdu rrugën drejtë dhe po besoj. Dhe sot pa diskutim të kanë bërë më të fortë dhe të kanë bërë kjo që je në realitet. Sakt. Rina, faleminderit shumë, kisha kënaqësinë e veçantë me të pas pjesë të këtij emisioni. Unë të uroj shumë suksese edhe uroj të shihemi edhe herave të tjera. Faleminderit shumë, për mua ishte kënaqësi edhe një nder i veçantë që të jem pjesë e këtij podcasti në një formë së tjetër të përçoj mesazhe të ndryshme, edhe të diskutoj me një vajzë e cila është e fortë shumë aktive, ashtu siç je ti, shumë profesionale. Rina, faleminderit shumë faleminderit. Ndërkohë që teksa unë ju përshëndes, Rina Dinaj do të bëj performimin e këngës së saj të preferuar, Piano e vjetër, të cilën e kishte kënduar edhe kur ishte fëmijë. Shijojeni e ne takohemi javën tjetër. Qyteti flen, fle dhe ti, unë zgjuari, natë e gjatë, shoh për te, e rësi, veç një flat muzike kur do vjen nga larg, shuan gjithë trishtimin, dhimbja mbetet pas, vetëm kur këndoj. Tingujt piano vjetër kaq pran mi sjell, nata bëhet diskutera, bëhet shpres, vetëm kur këndoj. Çdo mëngjes këngën marr, me notat flas, përshëndetje kalimtar, veç pak muzik, veç një flat muzike kur do vjen nga larg, shuan gjithë trishtimin, dhimbja mbetet pas, vetëm kur këndoj.